e madh me datën 9 nëntor, edhe le të punojmë jo për çdo ditë, por për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëm sot ta realizojmë me bashkëqeverisje mas 9 nëntorit me kryetarin Suleman Meholli edhe me drejtorët të cilët do të bëjnë punë të mira e të mira për gjithë qytetarët e Vushtrisë, pa dallim, të cilën e dojmë shumë edhe ajo na don neve bashkë shumë. Faleminderit shumë. Në emër të kryesisë së Degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtri dhe të asamblezëve që janë këtu me neve, më lejoni që ju falenderoj për prezencën e juaj sot dhe them që ky koalicion, kjo marrëveshje nuk është kundër askujt, është marrëveshje për qytetin dhe për qytetarët e Vushtrisë ekskluzivisht dhe duke qenë një besimtar, unë besoj që e mira duhet më qenë të mirë. Në 2017 lëvizjave të vendosje kam shtetur ndryshimin në Vushtri, sot BDK e kthem në Vushtri këtë mbështetje me qëllim që të vazhdohet një ndryshim i domosdoshëm në qytetin e Vushtrisë. Faleminderit shumë i dashur kryeministër për mbështetjen edhe prezencën këtu në Kalan e Vushtrisë në këtë ditë bardhë të komunës Vushtrisë, ku ne bashkë me Lidhjen Demokratike Dega Vushtri i bëjmë bashkë forcat për ndryshimin e madh të domosdoshëm në Vushtri. Dua të falenderoj për gjenerozitetin gjithë strukturën e LDP-s në Vushtri, këtu me kryetarin e tyre Xhafet Tahiri. Jemi bashkë në këtë betejë, bashkë për Vushtrinë që ka nevojë për ndryshim. Do të punojmë fuqishëm, ashtu që kemi bërë ndryshimin në 2017, do ta bëjmë prapë në të mirë të qytetit dhe çdo qytetari që ka nevojë për mirëqenie e për zhvillim të komunës sonë. Do të vazhdojmë rrugtimin tonë të përbashkët, punën dhe angazhimin tonë. Jemi të sigurt që do ta bëjmë ndryshimin në Vushtri me 9 nëntor. Urime gjithëve.